Tri kompani janë kualifikuar si garuese në ankondin e hapur nga qeveria në dhjetor për ndërtimin e impjantit të energjisë me erë me kapacitet prej 100 MW-sh. Kompania nga Franca, tjetra nga Turqia dhe konzorciumi gjermano-kosovar do t'i kenë kohë 6 muaj për t'i dërguar propozimet, sipas kërkesës që e shpall Ministria e Ekonomisë. Njohësit e sektorit thonë se projektet e energjisë me erë janë të dobishme, por jo sa për të mëtuar stabilitet energjetik me to. Prodhimi i energjisë terës është në një formë ose tjetër një stabil. Tash mund të prodhoj 90 ose 100 MW në pik, mirë po pas një ore mundet 10 ose 5 MW. Ndërsa ish antari i bordit të korporatës energjetike Izet Ibrahimi nuk pret që ankandet për energji të ripërtritshme ta shpëtojnë Kosovën nga varësia e importit. Kosova nuk njihet, nuk shquhet që ka stabilitet në kontekstin e gjenerimit të energjisë nga era dhe dielli, ka pra rënje dhe ngritje dhe nuk më në zgjidhat që kemë problem kryesor, problemin e energjisë së pikut dhe lirimin nga çmimet e shtrajtet e energjisë së importit. Muamer Ibrahimi ka kritika edhe për procedurat në ankande. Automatikisht janë përjashtuar të gjitha kompanitë e Kosovës nga ky sektor, përveç se nëse kemi zgjedhur një partner nga kompanitë e mëdha, edhe në këtë rast ne jemi, për kompanitë e Kosovës janë aksioner minor. Në marsin e vitit të kaluar, konzorciumi Orllati bashkë me kompani nga Gjermania dhe Kosova janë shpallur fitues të ankandit solar prej 100 MW-sh.